Shkruan Tartar Bazaj. Pas një vale reagimesh të forta nga komuniteti i avokatëve, juridik dhe qytetarëve, prokuroria e Elbasanit e pranoi zyrtarisht se arrestimi i avokatit Ulian Bariami ishte i palishëm. Ky konstatim ndonse shumë i vonuar është një hap drejt rivendosjes së drejtësisë në një rast që tronditi themelët e sistemit gjyqësor, por ajo që mbetet pas është shumë e rëndë se një gabim procedural, një goditje ndaj figurës së avokatit, ndaj misionit të tij dhe një përpjekje për të vendosur frikë aty ku duhet sundoj ligji. Më troç akoma, një tentativë për instalim diktature në sallën e gjyqit dhe humbje besimit tek drejtësia. Pse është thelbësore ta analizojmë këtë rast. Për te lirimit të avokatit duhet analizuar thellësisht arsyeja dhe mënyra e arrestimit. Një avokat në ushtrim të detyrës së tij arrestohet padrejtësisht, jo për krim, por për debat procedural në seancë. Dikush duhet përgjigjet, si dhe pse u arrestua avokati, pas një fakt të ri, pas një rrezik real. Pse? Për të ruajtur një imazh institucional që tashmë është rënuar nga e vërteta më e thjeshtë. Pse i mshojmë fort faktit se arrestimi i avokatit ishte i palishëm. A thua se çfarë do të ndodhte nëse nga një trup special e jashtë kësaj strukture të drejtësisë të ndalohej ose arrestohej një gjyqtar apo prokuror për debate në sallë, apo sepse vendimi i tyre u shpall me shkelje të rënda procedurale, mos arsyetimin e vendimit në kohën që ka caktuar procedura, marrjen e pafajësisë nga gjykata më e lartë apo prishjen e një numri të caktuar vendimesh nga gjykatat më të larta që ndodhin me mira herë. Imagjinoni reagimin e trupës herë edhe me të drejtë. Avokati nuk është armiku i drejtësisë. Kujtojmë për çdo që e ka harruar. Avokati nuk është spektator apo tifoz në sallën e gjyqit. Ai është palë barabartë me prokurorin dhe garanti së drejtës për një mbrojtje efektive. Arrestimi i një avokati për shkak të një debati në seancë gjyqësore nuk është vetëm një keqkuptim i thellë i rolit të tij, por edhe një kërcënim i drejt për drejt dhe tepër serioz për pavarësinë e avokatisë. Nëse një avokat ndalohet, arrestohet sepse debatoi me një prokuror, nesër mund të ndalohet sepse mbrojti një të pandehur që nuk i pëlqeu dikujt apo policisë që arreston të dyshuarin për një krim. Pas nesër mund të hesht nga frika dhe në atë moment drejtësia ka vdekur për të gjithë. Oficerja e policisë gjyqësore, që ndoshta mund t'i adresohet përgjegjësia, nuk është problemi kryesor për mendimin tim, por urdhrat në rrogoz janë më të rrezikshëm se kaq. Nuk është momenti për të bërë fajtor individin më të dobët në zinxhirin institucional, siç është oficerja që zbatoi urdhrin. Ajo nuk e hartoi atë urdhër me dëshirë, ajo nuk vendosi ligjshmërinë e veprimit, nuk ishte autorja e shkeljes, ajo thjesht zbatonte një vendim që tashmë është shpallur jashtëligjshëm nga vetë prokuroria. Në vend që të kërkohet përgjegjësi ndaj saj, mendoj se duhet hetuar kush dha urdhrin, mbi çfarë baze dhe me çfarë synimi u dha ky urdhër. Ky nuk është një gabim teknik, është një akt institucional që ka për qëllim ndëshkimin e një avokati që nuk heshti, por foli me guxim në sallë, pa ditur se sa të drejtë ka patur. Guximi i një avokati është themeli i një mbrojtje efektive. Drejtësia ose mbron të drejtën ose hesht përballë padrejtësisë. Ky rast nuk është më thjesht personal, është një test për sistemin e drejtësisë në tërësi. A do të mbrojë ky sistem integritetin e vet apo do të hesht përballë abuzimeve nga brenda? Dhoma kombëtare e avokatisë, shoqatat e avokatëve, shoqëria civile, çdo qytetar që beson tek shteti i së drejtës nuk duhet heshtin, sepse heshtja sot është pranim nesër dhe rrezik real për rikthim në diktaturë. Këtu nuk duhet të ndëshkojmë prokurorin që debatoi me avokatin apo gjykatësen që replikoi me avokatin deri në tentativë për ta ndërprerë të mos fliste, ta zëvendësonte apo ta nxirrte jashtë. Këtu është problem kryesor fryma që është krijuar. Avokatia nuk është problemi, por ai është thelbi i procesit të rregullt, jo zbukurim dekori në sallën e gjyqit. Prokurorët dhe gjykatës kanë patur dhe kanë diktaturat, por prania e avokatit në seancë i jep procesit emrin proces i rregullt ligjor, ku aderon Shqipëria për një sistem ligjor perëndimor. Askush nuk është padron i drejtësisë, por shërbëtor të saj. Dhe aftësia e një prokurori apo gjyqtari është në përballje me prova kokfort me avokatin, jo me urdhra kundër tij. E drejta europiane si element thelbësor është e qartë. Avokatia ka një mbrojtje të veçantë në Konventën Europiane për të drejtat e njerëzit. Vetë Këshilli i Evropës ka publikuar një udhëzues zyrtar mbi mbrojtjen e rolit të avokatit në një shoqëri demokratike. Ky udhëzues nuk është çështje interpretimi teatral, por është i detyrueshëm për çdo shtet që pretendon të jetë pjesë e familjes europiane. Nëse Shqipëria synon vërtet integrimi, nuk mund të shkojë në Europë pa avokatët përballë. Debati në sallë nuk është krim, është thelbi i drejtësisë. Është demonstrimi i aftësive profesionale. Grada gjyqtar apo prokuror nuk do të thotë se je elite e drejtësisë. Aq më keq në Shqipëri që procesi i rekrutimeve është kontestuar fort nga mbar opinioni publik shqiptar. Debati në sallën e gjyqit është një mjet thelbësor i procesit të rregullt ligjor. Avokati dhe prokurori janë palë të barabarta, ndërsa gjykata është autoriteti që garanton ekuilibrin dhe standardet. Për sa më sipër mendoj se ka nevojë emergjente për ndryshimin e frymës, reflektim të thellë dhe jo ndëshkimi më të dobët, siç ndodh rëndom në sistemin tonë.